Universiteti i Vlorës Ismail Qemali organizoi pranë bibliotekës Nermin Falaski një takim akademik dhe kulturor me përfaqësues të Valor Italia dhe Fondacionit 355 Hub me pjesëmarrjen e stafit akademik dhe studentëve të Universitetit të Vlorës. Takimi synonte të prezantonte konceptin Inteligjenca del Lemani, një model formimi ndërdisiplinor që integron njohuritë teorike me përvojën praktike, vlerëson dijen e aplikuar, kulturën materiale dhe inovacionin, e mbështetur mbi traditën dhe integrohet natyrshëm në programet universitare ekzistuese sipas praktikave europiane. Rektoria e Universitetit të Vlorës, profesore doktore Aurela Saliaj, vlerësoi këtë iniciativë që sipas saj mbetet shumë e rëndësishme edhe përfshirja e Universitetit të Vlorës si pjesë e këtij takimi të rëndësishëm. Dhe ky fondacion dhe kjo iniciativë dhe këto aktivitete po bëhen pikërisht në kuadër të kësaj, që nga Italia dhe gjithë bizneset italiane që Fondacioni 355 Hub do ketë mundësi të kontaktojë dhe të përfshijë, të kenë mundësi që të investohen dhe të zgjerohen edhe në rajonin tonë, edhe në Vlorë dhe në gjithë rajonin përreth. Universiteti i Vlorës në këtë iniciativë shumë të rëndësishme, biznesi dhe zhvillimi, ka një vend të veçantë, në mënyrë të padiskutuar, sepse inovacioni, akademizmi, shkenca, metodologjia fillon pikërisht nga auditoret, nga laboratoret kërkimore shkencore, nga departamentet dhe qendrat kërkimore të universitetit. Kështu që ne edhe si pjesë ose si bashkëpunëtor në këtij fondacioni, por edhe me dëshirën e mirë për të parë një zhvillim të qëndrueshëm në rajonin tonë, jemi bërë pjesë e këtij aktiviteti dhe po organizojmë sot një aktivitet, një takim shumë të rëndësishëm me përfaqësuesit e ndërmarrjes e biznesit Valor Italia. Është një biznes shumë i komplikuar, falenderojmë shumë zotin Salvadore që është këtu me ne i pranishëm dhe është shumë i rëndësishëm, është kompleks si biznes, jo vetëm me rëndësi, jo vetëm për zhvillimin e tregtisë, por edhe për anën universitare, sepse këta aktualisht kanë arritur atë që neve të gjithë e kemi standard për të arritur, nivelin e universitetit 4.0. Janë një universitet ose shkolla e tyre profesionale është e lidhur me biznesin që në ditën e parë. Studentët jo thjesht praktikohen, por kontribojnë për biznesin, kontribojnë për komunitetin, kontribojnë për shoqërinë që në bankat e shkollës, që në formimin e tyre. Sipas rektores Saliaj, Valor Italia ka në qendër vlerat e trashëgimisë kulturore. Valor Italia ka për synim rekreacionin, ristrukturimin e vlerave të trashëgimisë kulturore. Janë të specializuar sigurisht për Italinë, por kanë për synim, ka për qëllim që të zgjerohen edhe në vende të tjera dhe veçanërisht për Shqipërinë. Ne si universitet e kemi nisur tashmë një nismë për të kontribuar në ripërtëritjen e vlerave të trashëgimisë kulturore nëpërmjet programit të arkitekturës në trashëgimi, të cilën ne ofrojmë në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Barit, me pedagogët e tyre dhe në vazhdimsi studentët një pjesë të studimeve do vazhdojnë do t'i përmbyllin në Universitetin Politeknik të Barit, kështu që kjo iniciativë është një tjetër iniciativë, është një tjetër aktivitet mbështetës që ne të vazhdojmë të ecim në arritjen e standardeve të Universitetit 4.0, në shkrirjen me biznesin, në praktikimin e studentëve, në zhvillimin e spin-offeve, nëse do ketë mundësi të biznesit dhe sigurisht në kontributin që neve mund t'i japim për zhvillimin komunitar nëpërmjet kërkimeve tona, metodologjisë kërkimore që neve zhvillojmë. Zvendos rektoria e Universitetit të Vlorës Frosina Londo tha se prania e pedagogëve në këtë aktivitet tregon interesin që ka ky universitet ndaj këtyre partnerëve të rëndësishëm, por edhe ndaj strategjisë të ndërkombëtarizimit. La quale ha visitato la vostra azienda Panorama ose përmbledhja e kësaj kompanie të rëndësishme është shumë interesante për këtë veprim, por do të ndalesha më shumë tek rektoria jon, e cila ka vizituar kompaninë tuaj dhe ka dashur patjetër të jetë edhe sot, në këtë orë, në këtë takim shumë të rëndësishëm. Prania jon këtu
tregon interesin që universiteti ka ndaj jush, por edhe ndaj asaj që është strategjia e tij e ndërkombëtarizimit dhe nga ky këndvështrim, sot mund të themi se gjithçka po shkon mirë. Molto dettagliata, ma direi generale, perché iniziare una collaborazione con una università aperta che ha molte sfide. Ky ishte një takim i parë, një shkëmbim informacionesh shumë i detajuar. Do të thoja se fillimi një bashkëpunimi me një universitet të hapur dhe me shumë sfida, siç është Universiteti i Vlorës, i cili ndodhet në një qytet shumë të rëndësishëm, siç e tha dhe profesori, edhe nga pikpamja e arkitekturës, e trashëgimisë italiane, e kështu me radhë. Pra, për të filluar një bashkëpunim më të thellë, do të ishte nevojshme ta formalizojmë këtë marrëveshje me shkrim ose ta dokumentojmë gjithë këtë bashkëpunim për të vazhduar më pas me aktivitete apo iniciativa të tjera në të ardhmen. Pse jo, edhe me vizitat e studentëve, sepse siç tha Marcella, është e lehtë të thuhet studentëve, shkoni të vizitoni Milanon, por më parë duhet të vendoset një bashkëpunim dhe pastaj të shihet si mund të realizohet ky binjakëzim apo ky bashkëpunim. Milano, ma bisogna prima stabilire una Edhe profesorët e pranishëm në këtë aktivitet vlerësuan rolin e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, që gjithmonë është derë hapur për bashkëpunime të tilla. Them që realitetet si ky i Mindit janë shumë herë më të mundshme që të lindin në Vlorë se të lindin në Tiranë. Domethënë Tirana për çdo lloj gjëje, qoftë për artin, kulturën me cilën unë merrem, por edhe për inovacionin. Rastin e fundit e kemi parë tek piramida. Edhe të shumë qendra të tjera ka dëshira shumë të mëdha, po ndonjëherë është një lloj vorbulle e tillë që sikur i tret pas e rrugës i det. Këto janë gjëra që kërkojnë një lloj fokusi dhe aq më tepër që ne nuk kemi një universitet kaq të bukur publik në Tiranë. Aktiviteti theksoi rolin e universitetit në ndërthurjen e dijes teorike me aftësitë praktike, forcimin e lidhjes me biznesin dhe nxitjen e inovacionit kulturor, duke hapur rrugën për bashkëpunime të reja.